Tani të paktën gjeni një rrugë të mesme që të përdorni që t'i bëjmë zonjë. Asociacioni i Gazetarëve të Shqipërisë reagoi lidhur me skandalen e shantazhimit të gazetarit të Piranjave nga kryebashkiakja e komanduar e Tiranës, Anuel Aristani. Në një deklaratë për mediat, Asociacioni i Gazetarëve dënon me forcë gjuhën fyese, denigruese dhe përpuzëse të përdorur nga Aristani ndaj gazetarit Edon Kuqi dhe ekipit të emisionit investigativ Piranja. Termat si legen, maniak, turpi, gazetaris apo akuzat për jo profesionalizëm janë jo vetëm të papranueshme në fjalorin publik, por edhe të rrezikshme për klimën e lirisë së medias në Shqipëri. Zonja Aristani, në vend që të përgjigjej me transparencë pyetjeve legjitime të ngritura nga një investigim gazetares mbi përdorimin e resurseve publike, zgjodhi të shantazhojë verbalisht gazetarin dhe të përpiqet të viktimizohet në mënyrë që të shmang thelbin e çështjes, u bëjmë thirrje institucioneve publike, veçanërisht drejtuesve të lartë, të ruajnë etikën e komunikimit, të garantojnë transparencën dhe të ndalojnë sulmet personale dhe institucionale ndaj gazetarëve. Gazetarët nuk janë armiq të shtetit, por janë syri dhe veshi i publikut. Ndaj nuk do të pranojmë në heshtje asnjë përpjekje për t'i intimiduar, për të çmuar apo penguar në ushtrimin e detyrës së tyre. Ndërkohë, lidhur me pretendimet e kryebashkiakës së komanduar të Tiranës për shkelje të privatësisë, Asociacioni i Gazetarëve Shqiptar thekson se kur jeta private lidhet me kryerjen e funksionit publik, media ka të drejtë të investigojnë në interes të publikut. Kur flitet për cënimin e privatësisë të politikanëve apo zyrtarëve publik për hir të interesit publik, interes publik duhet të kuptohet si informacion që synon të ndihmoj publikun të formoj opinione ose të marrë vendime në lidhje me çështjen ose ngjarje të caktuara, duke përfshirë zbulimin e krimeve ose kundërvajtjeve, dhe për të parandaluar që publiku të mashtrohet nga deklaratat ose veprimet të individëve ose organizatave në mënyrë të ngjashme kur politikanët ose figurat publike tërheqin vëmendjen ndaj disa aspekteve të jetës së tyre private. Media ka të drejtë të raportojë për këtë dhe të informojë publikun. Në çdo deklaratë theksohet se çdo tentativë për të kriminalizuar misionin e gazetarëve përmes etiketimeve si përndjekje, shantazh apo terrorizëm psikologjik është një goditje e drejtpërdrejtë ndaj lirisë së shtypit.